Në raportin vjetor të hartuar nga rrjeti ballkanik i gazetarisë investigative BIRN dhe Qendra Studimore SIDE mbi progresin e Shqipërisë në lirinë e medias dhe sigurinë e gazetarëve në përputhje me standardet e BE-s, theksohet se situata e lirisë së medias dhe siguria e gazetarëve nuk patën asnjë përmirësim të konsiderueshëm në vitin 2024. Në raport thuhet se Shqipëria përballet me probleme të mëdha si ndërhyrja politike, përqendrimi i madh i pronësisë së medias në pagduar dhe vështirësitë ekonomike që kompromentojnë integritetin e gazetarëve. Studimi tregon që rreth më shumë se 45% e gazetarëve shprehin që ata ndihen të kërcënuar ose kanë qenë nën presion dhe të intimiduar. Burimi kryesor janë pronarët e medias, funksionarët publik, aktorët politik dhe individ të tjerë privat të lidhur me interesa të fuqishëm. Autorët vërejnë se gazetarët në Shqipëri përballen me kërcënime dhe presione në rritje, jo aq me sulme fizike sesa me presione padigjyqësore dhe ngacmime online, të cilat rritin autocensurën dhe pasigurinë. 45 incidentet e raportuara për dhunë ndaj gazetarëve në 2024 janë gati sa dyfiqi i 24 episodeve të raportuara në 2023. Sipas rrjetit të gazetarëve të sigurt Save Journalist Network, ngjarjet ishin kryesisht sulme verbale dhe debate anti-media nga aktorët politikë të gjithë spektrit. Institucionet thjesht kanë probleme që po punojnë shumë ngadalë. Unë do doja që të punonin më shpejt dhe do doja që të raportonin në mënyrë konkrete se çfarë hapash janë marrë në çdo rast. Jo të gjitha rastet raportohen që janë marrë masa konkrete. Kjo është në një farë mënyrë që krijon një lloj dekurajimi për rastet dhe kjo krijon një lloj inkurajimi të elementëve kriminal që nëse pas nesër mund t'i duket sikur kanë ose atyre funksional. Raporti vjetor përfshin edhe një anketim të gazetarëve ku doli që pjesa dërmuese i njoftuan rastet e kërcënimit në polici dhe më pak në prokurori, por një pjesë e madhe e cilësuan reagimin nga policia dhe prokuroria shumë jo efektive. Mbi 3/4 e gazetarëve të anketuar ndjehen të pasigurt dhe besojnë se forcimi i mbrojtjes ligjore do të arriste këtë siguri. Pjesa më e madhe e tyre u shpreh se reagimi më i ashpër nga organet e zbatimit të ligjit dhe nga gjyqësori ndaj kërcënimeve dhe sulmeve do të përmirësonte sigurinë e gazetarëve. Policia e shtetit ka në qendër të vëmendjes rritjen e sigurisë së gazetarëve, i merr me shumë seriozitet dhe ka angazhuar punonjës të policisë të enkas për të marrë me kallëzimet e denoncimeve të bërë nga gazetarët, për ndjekjen e tyre në mënyrë dinamike të gjithë procedurës dhe të gjithë dinamikës së kallëzimit të gazetarëve. Ka një pikë kontakti të Policinë e Shtetit ku gazetarët do të kontaktojnë fillimisht. Kemi një oficer të posaçëm që merr kallëzimet e gazetarëve. Midis kolegëve të tjerë, edhe mbi 20% e grave gazetare në Shqipëri pohojnë se kanë hasur kërcënime ose friksime me bazë gjinore që lidhen me punën e tyre. Për shumicën ndërmuese të gazetarëve, temat me më shumë pengesa në raportim janë korrupsioni, krimi organizuar, korporatat e mëdha dhe abuzimet ekonomike. Shifrat janë dyfishuar edhe sepse ka një monitorim më të madh dhe më të detajuar, por edhe sepse është bërë më shumë ndërgjegjësi me gazetarët për të mos të normalizuar asnjë rast sulmi, intimidimi apo kërcënimi ndaj tyre. Ne kemi në vazhdimsi këtë thirrje që kjo kulturë nuk duhet të normalizohet dhe duhet kemi tolerancë zero ndaj çdo rasti të presionit apo të intimidimit edhe sulmeve ndaj gazetarëve. Raporti vjetor 2024 përshkruan një mjedis kompleks dhe të vështirë për lirinë e medias dhe sigurinë e gazetarëve në Shqipëri pa progres të konsiderueshëm, ndërsa zbatimi i rekomandimeve të BE-s në këtë fushë mbetet i kufizuar. Raporti thekson se gazetarët durojnë kushte të pasigurta pune, paga të ulta, pagesa jo formale dhe të vonuara dhe mungesa e masave mbrojtëse në detyrë. Kjo gjendje, theksojnë autorët, nxit autocensurën tek profesionistët e medias, por balë presioneve të jashtme dhe dëmton pavarësinë dhe cilësinë e punës së tyre. Në indeksin botror të lirisë së shtypit për vitin e kaluar, Shqipëria u rendite 99 midis 180 shteteve, çka shënon një rënje prej 3 vendesh krahasuar me një vit më parë, si dhe sfidat e vazhdueshme që hasin liria e mediave dhe siguria e gazetarëve në vend. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.